Ministri i Mbrojtjes bëri me dije në një konferencë gjatë kësaj jave shumë detaj lidhur me buxhetin e mbrojtjes për vitin 2026, i cili e ka tejkaluar objektivin bazë të shpenzimeve për mbrojtjen, duke shkuar mbi 2% të prodhimit të brendshëm bruto, pra mbi atë pragun standard të NATO-s që është edhe pragu standard për të gjitha vendet anëtare. Ky nivel shpenzimesh tregon jo thjesht një shifër që është më e lartë se sa pragu, as një angazhim thjesht për të shpenzuar, por tregon edhe një qasje proaktive ndaj detyrimeve tona, jo vetëm ndërkombëtarisht, por edhe për të zhvilluar një industri të re të mbrojtjes. Është buxheti me investimin më serioz në mbrojtje historikisht, dhe këto përmasa financimi, struktura e financimit flasin për fillimin e një kthese strategjike afatgjatë, që nuk kufizohet më në blerje pajisjesh apo thjesht në modernizim përmes blerjeve, por synon ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshme ushtarake dhe industriale këtu në vend. Dhe kjo qasje lidhet me një bazë vendore të industrisë mbrojtjes, lidhet me investime në prodhim, jo vetëm për nevojat e brendshme, por dhe për eksport, lidhet me transferim teknologjie dhe mirëmbajtje, lidhet në instancë fundit me atë domosdoshmëri të prekshme që tani më mund ta adresojmë sepse i kemi krijuar mundësitë, është një Shqipëri tjetër me fuqi të tjera për të bërë të mundur që në sektorin e mbrojtjes shteti jo thjesht të shpenzojë, ajo vetëm të shpenzojë, por edhe të fitojë. Dhe duke fituar të riinvestojë. Dhe duke investuar dhe reinvestuar të rrisë edhe mundësitë për punësim cilësor të mirëpaguar.